Duke që vezën duke telefoni. Wow, Mrs. Bobby. Mirëmëngjes YouTube, mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë jam pak si budallaqe tani, se është ora 8 e mëngjesit, nuk kam shumë që jam zi nga gjumi, po sot është një ditë e rëndësishme dhe qik e sikletshme për mu, sepse kemi një nga ekot më të rëndësishme të Shtatzanis, Ekon Doppler. Unë fakt e kisha të ejnëten, isha përgatit për të ejnëten, dhe më shkujtën fakt, dje nga ora 9:30 darkës, ato gosat e Amerikanit, dhe më thanë që nuk dhe doktori grek të ejnëten, hajde nesër, sepse unë me një doktor grek i bëj këto ekot e rëndësishme atje tek Amerikan Treshi, kam dhe analizë gjaku, analizë urine, analizë sekrecionesh, kam goxha punë sot dhe mendova t'ju marr me vete, sepse kjo është një nga kontrollet dhe një nga ekot e fundit të Shtatzanis. Dhe thash të hap dhe vlogun dhe t'ju tregoj dhe ju pak a shumë që do bëjmë atje. Unë tani po bëhem miqi gati. Do vej që kremin të fytyra, dërgoj pak virtual dhe kaq, se s'kam men më uly, e shumë tani shkëlqys në i gjo. Do vishëm, çojmë çunin kopësht, nuk e dia do kem kohë të pi një kafe me Lorin, të marr mamin, ka mundësi vjen dhe motra me gocën, dhe të ikim. Po gjithsesi, ju do t'ju marr me vete. Përshëndetje nga dita tjetër. Tani si fillim unë i kërkoj shumë falje se dje nuk e majta llafin, që ju thash që do i marr gjithani me vete tek ekoja e Dopplerit dhe ato takimet që kisha te Amerikani. Kam filmuar shumë pak se dje te Amerikani ishte nami me njerëz. Ka zona e qendrës gruas, domethënë ginekologjistë. Ishte, domethënë unë gjithmonë kam pa njerëz atje, gjithmonë ka pas rrallë, po si dje si duket ka ndiku fakti që ai doktori grek që bën këto eko të rëndësishme ishte vetëm dje dhe do hikte. Sot u niste për në Greqi dhe më duket vite mas 2 javësh dhe si duket i kishin lënë gjithë takimet për dje. Unë shqyr Zotit nuk prita, janë shumë të mira ato gocat atje, i kam dhe më kanë shumë gjanë dhe më futën domethënë nuk mund ta them pa rrallë, sepse unë kisha orari në 9:40 të mëngjesit, por që edhe mund të prisja më shumë, ashtu siç ishte situata. Nuk është se prita shumë, thjesht kisha shumë gjona për të bërë, bona ekon e Dopplerit, që më doli shumë mirë, o Zot, faleminderit. Bona analizën e streptokokut, që është vaginale, analiza të përgjithshme të gjakut dhe analizë urine. Po këto proceset vënojnë pak, se shko me një dhomë, shko me dhomën tjetër, bë pagesën, merr mandatin, u interesova pak dhe për qelizat staminale dhe zjati pak si proces, por ishte nami me njerëz dhe unë nuk isha rehat të filmoja. Aq plot ishte, nuk di ç'a t'ju them. Imagjino, mund të kenë të mbi 10 gra shtatzan në këmbë, nuk ulnin dot, nuk ishte vend me ul. Tmerr domethënë. Po mjafton që shqyr Zotit e ka Dopplerit ndoli shumë mirë, po nuk kam dalë mirë me analizat e urinës. Kam dalë prap me një bakter, me infekcion, me shumë mundësi do e bëjmë dhe me mbjellje që të shohim ç'a bakteri është. Me shumë mundësi është ai Escherichia, si quhet ai bakteri, se ai gjithmonë Shtatzani më del, mua nuk e di pse. Është shumë i zakonshëm Shtatzani, por që të jep siklete dhe më kanë filluar me vërtet sikletet dhe mezi po pres të marr një mjekim që të më hikin këto shqetësimet. Dhe kështu bebi ishte 2 kg e 50 gram. Unë jam 31 javshe, por që aty dal diku ke 32-33, sepse bebi mashallah është më i madh se sa mosha e Shtatzanis dhe duhet falenderoj Zotin për këtë gjë. Tani unë po iki, sepse do shkoj të hiq extension atë sot, u bona 3 muaj e 2 javë që i kam. E kanë kalu shumë atë kohën e vet, sepse këto duhen majt 2 muaj, 3 muaj e shumë. Ta e mira është 2 muaj, po unë i kam majt 3 muaj e gjys. Kështu që do shkoj të hiq me shumë keqardhje, po që më ka marrë dhe malli shumë për flokët e mia dhe du të shoh sa më janë rrit flokët e mi.
ika tani, se po mpret dhe motra aty ke parukierja dhe do shifemi. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still. Tani kështu me hidhërim të thellë, do t'ju tregoj flokët e mi pa X-Stationa, me thinja, sepse kam gati 2 muaj që si kam lyer dhe po mundoja t'i lyja sa më afër lindjes, sepse duke qenë se doktori im ka thënë mundohu merr sa më pak kimikate këtë periudhë derisa të lindësh, dhe unë gjatë gjithë sezonit vetëm 2 herë i kam lyer, 2 ose 3 në mos gaboj. Dhe thash ta shty sa më shumë, ta kaloj dhe muajin e 8 kështu, por që është shumë vështirë sepse më kanë dalë jashtë mase shumë, siç e shihni, dhe ke floku zi këto duken shumë. Po do mundohem që ta maj veten, t'i lyj nga fundi i muajit 8. Edhe të bëj ato përgatitjet pastaj për në martenitet. Dhe dje hoqa X-Stationat, shikoni sa janë flokët e mi. Do me thënë, janë rrit, sepse unë i kisha diku deri këtu, janë rrit, nuk është se janë rrit për këto 3 muaj, po është shumë e trisht. Shoh është flokët mas i heq X-Stationat. Për shpirët i kisha bë prap, po do lej flokun ta marr veten, se nga qershori kismet unë do bëj prap gërshetat, që kam pas bë dhe vjetë në maj, por në maj këtë ditë nuk i bëj dot, se në maj supozohet të kem bebin e vogël fare, dhe do t'i bëj në qershor kismet zot dhe po i lej të marrë një qik veten. Unë dje i hoqa, mi drejtoj i qik ajo që mi hoqi, dhe ja, ky është floku im tani. Ajo më tha i ke shumë të shëndetshëm, i ke shumë të mirë, të trash, ta mendosh ta që ti ke bë 3-4 herë dekolorant, që do kesh marrë dëmtim shumë të madh flokut ta, plus ke marrë 3 muaj e gjys X-Stationa, i rasta i rrallë që e ke flokun kaq mirë, sidomos kur ngjoj që unë nuk kujdesem fare për flokun. Ta mashallah e pas ke gjenetike dhe kjo gjë më bën të ndihem mirë. Ndoshta ka ndikuar dhe shtazania, sepse unë dhe me çunin kur kam qenë shtazan me Odin, floku mori shumë jetë, u bë shumë i trash, i shkëlqyshëm, i shëndetshëm. Kështu po ndodhe me shtazanin tjetër, por që është shumë i shkurtër, po do rritet se s'ka ku të shkoj. Unë tashi, ku ta shihni aty, kam vendos për bëj një supë, poshtë tek furra kam vendos te tavën me perime dhe me filet të pure që ju tregova, dhe po rri po shoh televizor derisa të bëhen ato. Këtu përballë kam një mal me rroba që presin që unë t'i palos dhe të ndaj veç ato që janë për tu e kuros, por që përportoj shumë. Thjesht po rri për qefin tim. Do që më bëj dhe një kafe, se s'kam pi kafe për sot, s'kam dal fare nga shtëpia. Ora është diku 12 e drekës. Unë akoma s'kam pi kafen, po u mora me këto me drekën e më the tash. Kështu, për momentin po shoh një vlog, edhe shtifemi pastaj.
Tani, me që gjellën e vuna, Odit I dhash pak për të hëngër dhe me që kisha këtë qesen e bukur këtu, u kujtova, thash, pse mos ta hap, ta shohim bashk, sepse avash unë do filloj që këto rrobat e bebit, filloj t'i laj dhe do t'i nxjerr nga këto kutijat e veta, pavarësisht se shumicën I kam nxjerr, por që të lame janë vetëm ato që më ka sjell motra, tjerat në përgjithësi kam lënë ashtu. Kam thënë të afrohet pak data, pastaj t'i laj, por që do filloj një qik. Këte setin, sa po merdi në fakt, e porosita dje tek bota e duas, dhe merdi sot, është shumë I veçantë për një bebe djalë, shifni pak sa I bukur, është me 10 pjesë, tani kjo thot 100% pambuk natyral, prandaj e mora, kushtoj diku tek 50.000 lekësh, dhe këto janë gjonat që ka mren kutia, ja ti tregon dhe këtu, thot që ka një batanie të madhe, një tutin, një si tip bluze, tip gjaketeje, këmisha fatit, një badi, pantallona, gushore, kapuç, doreza dhe një kështu nga këto pecetat si peshira të vegjël për fytyrën. Unë do ta hap që ti ta shoh dhe kështu, si më thon, tamam ti prek, se s'mundem dot. Arsye sepse e porosita këtë setin është se më duket pak si ato veshjet e Peaky Blinders. Kush I ka pa e ka parasysh, kush si ka pa, janë ato veshjet e viteve 1920, 1930 kështu të bandave vjetra të Londrës. Dhe domethënë nuk është se janë fiks fare si ato, po ajo kapelja e jepi çiki den. Dhe thash sa e pash do ja porosis direkt. Dhe besoj se kjo do jetë veshja që jo veshja e parë fare, se veshjen e parë fare të djalit, domethënë që do e veshin një femire në moment që do ta lind, unë du të bardh fare. Kështu e kam pas dhe me Odin, kështu I kam dhënë këshill gjithë shoqeve mikeve të mia, që kur kanë lind bebe, që visheni me të bardha. Nuk e di sepse më jep atë idenë që po ta veshësh beben me të bardh, do I heci jeta bardhësi, nuk e di pse. Dhe e kam porositur një faqe që po pres t'i vi furnizimi në fakt. Ishte një faqe që kishte kualitet super të lartë rrobash për bebe, nuk e mbaj mend emrin, po momenti që do më vi, patjetër që do ja u tregoj. Dhe ato na thanë që për 2-3 ditë vjen furnizimi I ri. Okej, thash më shkruani momenti që do ju vi dhe do porosis jetin e bardh fare, vetëm me emrin e çunit, të personalizuar dhe asnjë gjë tjetër. Ndërsa veshje tjetër për të dalë kam mundësi I përdor këtë. Mund të marr dhe veshje tjetër, nuk I dihet, so mund ndrohet mendja, por që kjo do jetë veshja patjetër që do futet tek valixha e maternitetit. Mund të jetë ose veshja e dytë, mund të jetë veshja e tretë, mund të jetë veshja për dalë, unë nuk e di, por që ke valixha kjo do jetë patjetër. Tash unë po e hap pak, shoh këtë tutinën për shembull, o vdeksha unë o zot. Shi sa I bukur është. Domethënë është pak I ngarkum sepse ka dhe arushin, dhe këtë fjongon, dhe këtë pjesën këtu që është në ngjyrë tjetër, por që është I ngarkum me lezet. Dhe gjëja që më pëlqen më shumë është që kjo është me si tip spile, hiqet në rast se unë nuk du ta kem kaq ngarkume. Për shembull, momentin që ai do jetë në spital, para se të dalim, unë do ja heq kjo se nuk du ta bezdisim. Ndërsa momentin që do I bëj foto dhe do ta nxjerr, mund t'ja vendos. Është shumë e bukur. Copë me vërtet shumë e mirë. Dhe në fakt për çmimin që ka bo, nuk është se mu personalisht nuk më duket shumë 50.000 lekë gjithë ky set I madh, me thënë të drejtën. Sepse ta mendosh që ka 10 pjesë dhe është 100% organik, nuk e çaj thu. Ja, dhe kapelja kjo në fakt është një arsye shumë e madhe sepse e mora këtë setin. Duket kështu sikur do jetë bezdisës për bebin, po më besoni që është lecke fare. Këtë pjesë këtu e ka shumë të butë, dhe sa për foto, sepse nuk do I maj shumë këto kapelet unë, por që sa për foto dhe ti kem